Sfida kryesore është kuptimi i konfliktit interesit fillimisht nga zyrtarët publik. Kemë pasur tentativë për të ngritur kapacitetet, po si duket nuk jemi arritur sepse është thuajse e pamundur trajnimi i secili zyrtar publik për konflikt interesit. Jemi në proces të zhvillimit të një mekanizmi elektronik të trajnimit ku do të prezantohen konceptet bazë të konfliktit interesit, se çka është konflikti interesit, se jo gjithçka është konflikti interesit, por janë disa elemente që do të plotësohen për të qenë konflikt interesi, ngjashëm janë disa elemente që do të plotësohen për të qenë sinjalizim. Në këtë rast do të ketë përfshirje vendimarrje dhe afërsie interesi të zyrtarit publik. Jemi duke punuar ka sfidë madhe, sidomos te afërsia familjare dhe kuptimi i ndalesave në vendimarrje kur kemi raste të familjarëve që janë në proces qoftë ato rekrutimi apo të proceset të nderimi. Kemë pasur vitin e kaluar rast ku kemi kërkuar që të anullohet një proces goxha i madh i tenderimit, sepse një zyrtare e caktuar ka qenë e përfshirë në hartim dhe në vlerësim në salon tjetër, bashkëshorti i saj ka punuar në biznes që ka fituar tenderin publik, që është sipas legjislacionit e papranueshme. Krejt kjo ndoshta për shkak të keq kuptimit, por kjo ka ndodhur, ne kemi kërkuar dhe jemi në proces të pranimit të informatave për zbatim të atij ligji. Fillimisht është edukimi i zyrtarit publik dhe kuptimi i drejtë që konflikti i interesit nuk është shkelje në vetvete, është shkelje nëse përveç afërsisë rritet edhe vendimarrja në atë afërsi. Secili zyrtar i lartë nuk mund ta shpërblej familjarin e vet me kontratë duke qenë në pozitë familjarët tyre ka të drejtë të aplikojë kudo tjetër, por në institucionin ku ai apo ajo ka pushtet publik nuk ka të drejtë të fitojë dhe kjo është ndalesë absolute. Po ashtu ka ndalesë absolute për zyrtarët e lartë edhe për funksionet e caktuara ku nuk mund të jenë më shumë se një bord apo nuk mund të jenë pozita udhëheqëse qoftë edhe në bizneset e tyre. Gjitha këto janë ato që ne po tentojmë të rrisim të fuqizojmë rrjetin si përmenda në fillim të deklarimit pasurisë, ku deklarohet edhe pronësia dhe drejtimi i bizneseve, në anën tjetër bëhen edhe pozita drejtuese. Në mënyrë paralele jemi duke punuar që të edukojmë zyrtarët dhe të kërkojmë që ata të tërhiqen vetë nga këto funksione. Ne kemi filluar nga Kuvendi i Kosovës, secili deputet i ri nga mandati i kaluar dhe këtë mandat ka pranuar një shkresë nga APK-ja ku është prezantuar obligimet ligjore për sa përket parandalimit të korrupsionit. Duke filluar deklarimin e pasurisë, afatet dhe çka duhet të deklarohet, duke po ashtu duke treguar edhe pozitat që nuk janë në përputhje me pozitën e zyrtarit të lartë, që në këtë rast ka qenë deputet, po ashtu edhe të drejtat të sinjalizuesit, sepse po besoj që të gjithë duhet të kuptojmë se çka është sinjalizimi dhe si funksionon mekanizmi, në mënyrë që edhe ta promovojmë, por edhe sipas nevojës ta përdorim atë në punën tonë të përditshme.